Impjanti ka filluar në vitin 2004-2005, por impjanti për pjesën verilandore të komunës së Linës, por është realizuar dhe i kemi detyruar se të vinë investimet vetëm në mandatin tonë. Gypat për istak nuk janë kot, e dini të gjitha atë përpjekje, ata do të furnizojnë këtë pjesën e lugit Drinit me ujë të pishëm. Kur do të jenë funksional? Më thash, fabrika ujë të pishëm e don një 10 ditë të startimit të saj. Edhe 10 ditë, mas i paret ju pagu para 3 ditëve, edhe 10 ditë, edhe 7 ditë, se 3 kanë kalu, edhe 7 ditë funksionon fabrika ujit. Fabrika ujit, thash, është bo testi fabrikës ujit, edhe për nga cilësia. Shumë e rastësisht me brezë, zëtë një bashkota gjatë zgjedhjeve keni bo ujin. Ndëgjë, gjatë fushatës. Ne jemi në vazhdimësi të projekteve, dikuj po i duken për fushat, por ne jemi duke bënu kështu. Që edhe kushtrimit bi duket, në publik po thotë që shumë pun jeni të i bo tash, jo vetëm kjo, shumë pun jeni të i bo për shkak të problemi nuk qëndron se ne jemi duke bënu pun për fushat. Problemi qëndron se këta po bëjnë fushat për punën tonë. Vetëm në fushat.